Pyeti kryekomandantin e flotës mbretërore luftarake ndetin Mesdhe, admiralin Sir Algernon Osborne Willis, nëse ndonjë anije britanike flotës së tij kishte kaluar përmes kanalit Korfuzit që nga gushti i vitit 46. Pra para 2 muajve. Kjo është me 21 tetor, e ka pyetur për shtator, gusht, edhe tetorin, duke përfshirë 20 tetorin. Përgjigjja e menjëhershme ishte se ajo nuk kishte ndodhur ende, por ishte planifikuar të zbatohej me kryqëzorët HMS Mauritius dhe HMS Leander, kështu që ishin 2 anijet, njëra prej cilave pa të shkatruar, po të dyja u shkatruan, të cilat do të udhëtonin me 22 tetor 1946. Këto i keni të shpjeguar shumë mirë ke libri Receta pa komp, e botuar nga shtëpia ime botuese Helga Sikrit, nga shkrimtari shumë mendje hapur dhe i talentuar Sajmir Lolja, i cili, siç u kam thënë, jeton prej vitesh në Kanada, nga Elbasani, dhe është pedagog në universitetet kanadeze. E përshëndesim këtu Sajmirin. Në fund të 44 dhe gjatë vitit 1945, flota britanike, thot studiuesi Sajmir Lolja, kishte pastruar kanalin e Korfuzit nga minat e shumta gjermane deri në veri të Adriatikut në Dalmaci.